Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahun azza wa jalla falendrojmë, kurse salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë të nderuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me lenin Allah azza wa jalla me shpjegimin e jetës së Omerit radhiyallahu anhu, ku sot vazhdojmë me përmend ajetet kuranore të cilat kanë zbrit konform disa qëndrimeve apo momenteve që i kishte Omeri radhiyallahu anhu. Tregum se Islami i Omerit radhiyallahu anhu është duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që bëni dua. Dhe këtu jemi të tregu, subhanallah, dashurinë e Allahut azza wa jall edhe ndaj Omerit radhiyallahu anhu. Se Allahu te bareke ve taala përmes disa shpalljeve dhe ajeteve kuranore ka dëshmuar se e don Omerin radhiyallahu anhu. Se të njëjtat fjalë që i ka thonë Omeri radhiyallahu anhu, të njëjtat janë shpallë në Kur'an, që disa i tregum në dersin e fundit që e patëm. Dhe disa ajete tjera janë si kërkesë të Omerit radhiyallahu anhu. Disa të tjera janë se ndodhi që i ndodh Omerit radhiyallahu anhu dhe shkaku i ndodhi se Omerit shpallet ajeti kuranor. Në hadithin që transmetohet në Musnedin e Imam Ahmedit, dhe shënohet edhe në Sunenin e Abu Davudit, shënohet edhe në Sunenin e Tirmidhiut, me rivayet sahih të saktë, se Omeri radhiyallahu anhu një ditë prej ditëve e lut Allahun te bareke ve taala dhe thot: O Allah, bejin lana fil khamri bayanan shifaa. O Zot, thot, na e ban të qartë dhe na e rregullo çështjen e alkoolit. Lutet Omerit, thot: Allahumma bejin lana fil khamri bayanan shifaan. Na bën bejan çështën e alkoolit. Ka qenë një shqetësim i Omerit radhiyallahu anhu që natyrshmëria e tij, ajo burnia e tij, njerëzilluku i tij, se ne ka pranuar që njerëz të mirë e të mençëm me pi alkool. Se në fillim të Islamit konsumimi i alkoolit dhe pirja e alkoolit ka qenë halal. Muslimanët edhe janë falë në fillim edhe kanë pi alkool. Dhe dikush ka pi ma shumë, dikush ka pi ma pak, edhe i dehu i ka ardhë. Ai që ka qenë pijan, edhe e ka ardhë i ka falë. Qështu, sikur që ka qenë. Kështu është shkonë në fillim të Islamit. Omerit kjo punë si u ka duk mirë, se kanë pa në terezi. Edhe pse shumica e sahabeve, prej momentin që obligohet alkoolin shumica kanë konsumu natën, vonë e kanë pi. Dhe lutë Omeri radhiyallahu anhu Allahun azza wa jall dhe thotë: O Allah, na e rregullon çështën e alkoolit, na e bën bejan, na e sqaro. E Allahu te bareke ve taala e zbret ajetin kuranor në Bekare, ku thotë Allahu azza wa jall: Yes'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allahu azza wa jalla shpall ajetin kuranor ku i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të pyesin ty o pejgamberin për alkoolin, thuaj se në alkool ka dobi për njerëz, dobi të caktuara, dhe nga ana tjetër ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Të këqijat e alkoolit janë më të mëdha dhe më të shumta se dobit eventuale që mundet me i pas dikush. Këtu dobit eventuale është për qëllim shitblerja, që dikush ka bo allëzhveresh me
alkooli. Ka përfituar nga ajo. E shitja e hurmave, mbjellja e hurmave, se shumica e arabëve në atë kohë, alkoolin e kanë pas prej hurmave. Ata e kanë drejtë alkoolin prej hurmave, sepse rushi, që është i njohur tek ne, në ato zona e dim fort mirë se nuk bëhet. Edhe mu bëhet duhet shumë punë, edhe nuk bëhet ashtu si duhet. Dhe arabët kanë pas traditë që alkoolin me ndreq nga hurmat. Apo prej elbet, apo prej diçka tjetër, pa ma parasysh. Dhe e thirin Omerin radhiyallahu anhu dhe i thonë, o Omer, Allahu shpalli ajet kuranor për duan tënde. Ti e lutë Allahun që Allahu të na e bëjë të qartë, na rregulloj çështën e alkoolit, Allahu e shpalli një ajet kuranor. Tha Omeri radhiyallahu anhu, Allahumma bayyin lana bayanan shifaan fil khamr. E lutë Allahun dhe tha, o Allah, na rregulloj çështën e alkoolit. A petu lutë Omeri radhiyallahu anhu. Allahu azza wa jalla shpall ajetin e dytë. Ja ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. O ju që keni besu, mos hajdeni mu falë në xhami duke qenë ju të dehun derisa të vini në vetvete ta dini se çka jeni tu fol. Derisa të dalë ajo alkooli të vish në vete. Si kanë nisë, si të regova sahabët vinin edhe të dehun në namaz. Ajeti i dytë, masi që i lutë Omeri radhiyallahu anhu, vandaloj muslimanve që të falen duke qenë në ndikimin e alkoolit. Dhe, kur thirke muezini, hayya alës sala, thonte, wala taqrabuha ejuha sukara. Mos ju afroni namazit, ju që jeni të pinë. Muezini thonte, ju që jeni të pinë, mos ju afroni namazit. Kthjelluni, masani falni namazin. Subhanallah. Ndodhi e mrekullueshme, sa që Muhamedi s.a.s. me qënë një haberdar, sa shko kallëzoj Omerit se u shpallë dhe ajeti i dytë. Omeri radhiyallahu anhu përsëri e lutë Allahun azza wa jall, kur i shit ke sahabët mas jacije, se ato fillun me pi mas jacije deri në sabah. Tha, o Allah, bejjin lana fil khamri bejanen shifaan. O Allah, na e ban të qartë çështën e alkoolit me një qartësi e cila është shifa. Cila ka me na qetësu zemrën, ka me na rahatu. Andaj shifa i thojnë edhe shnetit, se e rahat me shnet. E atër Allah të barek ve taala e lexoj ajetin, shpallë ajetin kuranor, ja alladhina amanu innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O ju që keni besu, me të vërtet, alkooli, putat, kështu me radh, janë thlicina. Bigjozi. Alkooli përmendet në sajet të shirkut, idhujtaris dhe kamarit, se janë flicina. Alkooli është flicin që ta flic shtrunin. Ta flic shtrunin. Jo se në vetë kështu si lëngë është flicin. Flicin është komari se ta flic jetën, ta flic ekonomin.
Flicinjan edhe idhujt, putat, shirko, se ta flici imanin. Këti ka përmendë Allahu Azza wa Jalla 3 flicina. Që kur të bëhen bashk, s'ka më jetë të mirë. Ta fliqin jetën me ka kretë. Andaj si cili që është sprovu me alkohol, ka fliq vetë vetën, ka fliq në derin e ti, ka fliq mendjen e ti, shnetin e ti, ka fliq edhe familjen e ti. Dhe njëra nga arsyet e mëdhaja për dhunën në familje, në nivel botëror, është pikërisht alkoholi dhe komare, bigjozi. Qëtash një studim e lexova vitin 2026, njëra nga arsyet që disa shtete rrepsisht e kanë ndalu komarin, kazinat, është dhuna familjare. Se shkon i hub parët, e pastaj vjen bela ban të shtëpia. Se e len vladin, grun, fëmin pa buk, i len pa shtëpi, i len pa punë, edhe kjo shkakton revolt, ajo revolt reflekton me hakmarrje apo me kthimin e fjalës dhe kështu vjen deri tek dhuna familjare. Këto që ja dun me të vërtetë, nëse ja dun të mirën grus, pikërisht prej këtujt nis dhuna ndaj grus, prej alkoolit edhe prej komarit. Le ta ndalin alkoolin dhe komarin. Se pianeci dhe komargjia e maltreton familjen e vetë në gjitha format dhe mënyrat që mundet me të shku mendja, apo nuk mundet me të shku mendja. Qoftë dhunë fizike, qoftë dhunë shpirtërore, ekonomike apo njerëzore. Dhe Allahu Azza wa Jalla, mas dua së tretë të Omerit radhiyallahu anhu, e shpalli ajetin e tretë me cilin përjetësisht dhe deri në ditën e gjykimit bëhet haram alkoholi. Është dua dhe kërkesa e Omerit radhiyallahu anhu që të bëhet haram alkoholi. Dhe Allahu Azza wa Jalla këtë dua ja pranon Omerit radhiyallahu anhu dhe deri në ditën e gjykimit mbetet i ndaluar alkoholi. Rivayet që është sahih. Dhe 3 herë lutet Omeri radhiyallahu anhu që Allahu ta ndalon alkoolin, Allahu te bareke ve teala, natyrisht dhe këto është edhe meselja tjetër, që është gradualizimi në ligjdhënie, i tha. Është një kaptin në usuli fik që mësot, edhe në usuli dawe, që Allahu Azza wa Jalla hap pas hapi u ka ndalu arabëve disa veset të këqija që i kanë pasën dhe kanë qenë shumë të lidhta me ata. Njëra prej tyre është alkooli. Njëra prej tyre është alkooli. Shoku se ata kanë qenë jeshil me iman dhe fillestar të imanit si musliman, e Allahu Azza wa Jalla dikur ma vonë u ka ndalu atyve konsumimin e alkoolit. Dhe këtu del në mejdan një mesele shumë e rëndësishme, që kur i thirim në islam njerëzit që janë pak më larg për islamit, duhet me pas kujdes me thirrën nga meselet që janë, me fillu duke i thirrë nga meselet që janë më të rëndësishme, e pastaj ato që janë sekondare. Me nisë njerë meselet e imanit, amen të bilajnë të mësojaj. E kur të mësoj amen të bilajnë, e t'i flejnë zemër, e pastaj shkojmë o me lajketi. E pastaj shkojmë o ku të bi, si thëjna moj Ramazan. Nuk i thëjmë moj Ramazan. As nuk i thëjmë lene alkoholi. Ti thuj amen të bilajnë, musliman banë një. E kur të botë musliman, e imanit flejnë në zemrën e vetë, qëka ti thujsh që Allahu ka thonë me lanë, e do të alanë, shumë kollaj e ka. Se amen të bilaj është motori. A imanin në Allah është motori që atë e shty për kaj mire dhe për kaj mbara. Ama pa e pas që amen të bilaj, ashtu si shduhet,
kot është çdo vepër tjetër apo çdo braktisje të ndonjë vesi të keq tjetër çfarë do të qoftë ajo. Me kërkesën e Omerit radhiyallahu anhu, Allahu e bën haram që ja bën haram Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që mu afal namazin munafikëve. E bën haram që namazin mu afal munafikëve. Vjen te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadithi që shënohet në Sahihun e Imam Buhariut dhe Muslimit dhe transmeton Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu. Thot, kur vdiq Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, edhe djali vet Abdullahi. Djali vet Abdullahi është për mujahideve të njohur që kanë net në saf me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka ra shahid radhiyallahu anhu në luftën e Yemamës. Dhe ka qenë nga sahabët që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. Djali vet ka qenë shumë besimtar i mirë, sahabi i afër dhe i dashur i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Baba i vet akonën, baba i munafikëve. Glavni, më i keqit këqeve. Ama saft parë. Saft parë kanë e Abdullah ibn Ubej Seluli. Vjen djali vet baba, apet baba. Ja lip pejgamberit sallallahu alaihi wasallam xhubën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që me xhubën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta çefinose Abdullah ibn Ubej ibn Selulin. Shumë të ndodhi, subhanallah, interesante. Kjo e ka ditë se munafik është baba e vet. Këtë e ka ditë. Ka qenë sekret publik kush është Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Megjithatë, përderisa e ka shfaq publikisht Islami, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli e trajton, djali vet e trajton babën ashtu siç duhet me trajtu një muslimanin, madje për hatër të babës, po ka qef me qefinos babën e vet me xhybën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai 100 zeza ka bën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shumë është interesante kjo punë. Çka va merr mendja e xhybën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ajo? Ja, edhe unë mendova se ja, ma të lexuam apo është dulse po. Ja jep xhybën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ja jep xhybën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Abdullahi i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, kam qef babës tëm ti t'ja falish xhenazën. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çohet për me shku me afal xhenazën, i afrohet Omeri radhiyallahu anhu. I thot ja Rasulullah, derisa në transmetim thuhet që Omeri radhiyallahu anhu e kap Muhamedin sallallahu alaihi wasallam për tesh, e kap për krajt. Ja Rasulullah, po do me afal xhenazën këtij munafikit? Po do me afal xhenazën këtij munafikit? Allahu ty ta ka ndaluar me afal xhenazën munafikëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Omerit, innama khayyarani Allahu faqal istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra. Tha Omer, Allahu më kalon me zgjedh, më kalon drejtën ta zgjedhje. Allahu më ka thonë për munafikët, si dush bani istikfar për ata, si dush mos bani istikfar për ata. Ti nëse thu edhe një herë edhe 70 herë, ti nëse lutesh për munafikët edhe 70 herë, është për qëllim, se i thonë mubalega, hiperbolizimi, nuk është për qëllim konkretisht numri. Po që se lutesh qëtë, si kur ne që thënë, abe 100 herë, thash, ti ki thonë ja 3-4 herë, me i thonë 100 herë jam të të thonë. Si të marrë veshtë. 100 herë jam të të thonë, në dalë në telefonin namaz, s'merë veshtë. Ti ki thonë njerë, djerë, tregë, si ki thonë një me 100 herë, nale, 100 herë. Si ki numru.
Ky ajet kuranor është në sajet e asaj. Allahu Azza wa Jalla i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndash ban istighfar për ata, ndash lutu që Allah të va falë atinve, ndash mësu lutë që Allah të va falë atinve, po edhe nëse lutë 70 herë, Allah nuk ka me va falë atinve. Tha Omer, nëse ka nevoj, ka më lutë edhe ma shumë se 70 herë, që Allahu t'ja falë. Kujt? Abdullah ibn Ubej ibn Selunit. Kështu i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam del dhe ja fal xhenazën Abdullah ibn Ubej ibn Selulit. Dhe Allahu Azza wa Jall pas kësaj shpall ajetin kuranor wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi. E shpall ajetin kuranor, o pejgamberim, askujt më prej munafikëve kur mos ja fal xhenazën e as mos shko të rish në kam të vori. Subhanallah. Ja ndalon Allahu Azza wa Jall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që me afal xhenazën munafikëve dhe me shku me qëndru të vori munafikëve. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thuhet që Hudhejfes radhiyallahu anhu ja kallëzon emrat e munafikëve, sa që Omeri radhiyallahu anhu kur kishte xhenazën në Medinë, e përcjell ke Hudhejfen, a ka me shku me afal xhenazën a ja? Nëse Hudhejfja nuk sheke me afal xhenazën, që ati të vdekmit, nuk shkeke dhe Omeri me afal, sepse e dinte se është nga mesi i munafikëve. Edhe pse në shikim të parë, kjo kështu është, por dashur vëllezër, tek kjo meselë do të pas kujdes që këto etiketat e nifakit mos me i marrë në dorë secili e kujt t'i shkojë mendja me anxhit e me thirrë në për njerëz këti duhet me afal xhenazën, ati s'duhet me afal xhenazën. Kanë bin në xhamit muslimanëve me afal xhenazën, ati i falet xhenaza dhe dërgohet tek varrezat. Ati i falet xhenaza dhe dërgohet tek varrezat. Përveç nëse vetë ka shfaq dhe ka publiku duke qenë i gjallë se ka qenë jo besimtar, kanë të drejtë besimtarët, edhe nëse sillet në xhami, kanë të drejtë xhamati që më u largu dhe mos me afal xhenaza. Përderisa ai vetë e ka publiku të kundërtën e asaj që kanë menduar njerëzit se është, dhe nuk ka dalë me demantu të njëjtën dhe nuk ka dëshmu familja se ky është bo pishman apo ka bo tyve. Që tjetë qërtim për ata që janë nga soji i ti dhe nga loji i ti. Allah në rujt nga nifake e në ruaj dinin dhe imanin, sa vesi i keq që është. Sa vesi i keq që është. Subhanallahi al-azim. Në një transmetim këtu përmendet që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thotë Omerit radhiyallahu anhu, "Akhir anni ya Umar, largo më Omer." Qatë shumë që ka insistu Omeri radhiyallahu anhu që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtij munafikit mos me afal xhenazën. I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Akhir anni ya Umar." Edhe këtë transmetim e transmeton Omeri radhiyallahu anhu dhe thot, i shkojsha mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk dojsha që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me afal këtij xhenazën. Derisa i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Akhir anni ya Umar." Largo më Umar. Largo më mos më hajde mas. Ajeti kuranor, ku Allahu Azza wa Jall valejon besimtarve aktin e intim gjatë mbrëmjes së Ramazanit. Një tregim kena vakt i mrekullueshëm që shkak për këtë lejes
është pikërisht intervenimi i Omerit radhiyallahu anhu. Në fillim kur Allahu azza wa jalla e obligoi agjerimin e muajit të bekuar. Muslimanët e kishin haram që mas namazit të jacis të kenë marrëdhënie intime me bashortët e veta. Që ka qenë rregull që nëse falet jacia, që zakonisht kanë rënë me flet më njërë masacie, nuk kanë pas të drejtë me bë marrëdhënie intime. Kanë pas të drejtë me bë marrëdhënie intime me bashortët e veta prej iftarit deri në jaci, deri në kohën e jacis. E kish shfrytzu qatë kohë, e kish shfrytzu. Se shfrytzove, Zoti ajrin të adashtë. Kështu ka qenë rregullorja, subhanallah. Dhe një ditë prej ditëve, Omeri radhiyallahu anhu vanohet me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur vjen te shtëpia, domaçinka vet ka rënë me flet, bashortë vet flet. E thirr, ajo si jep xheva. E thirr, si jep xheva. Dhe ka qenë i brejti se a ka flet as ka flet. Nëse e ka falja cin, ka rënë me flet gruaja, s'ki pas drejt me bë marrëdhënie intime me ta. Derisa Omeri radhiyallahu anhu thotë se s'ki flet. Kështu i thotë bashortës vet. Kështu është transmetimi. E transmeton këtë transmetimi me Ahmedin në musnedin e tij me sanad të mirë. Që e njëjta ndodhi ka ndodhur në njëta pikërisht identike është me Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu dhe me Omerin radhiyallahu anhu. Janë dy sahabë që kanë ndodhur në njëjta ndodhi dhe si rrjedhoi e kësaj ndodhie, Allahu azza wa jall e ka leju që agjeruesit me pas të drejtë me ju afru grave të veta deri në syfir, jo deri në namazin e jacis. Kështu ka qenë në fillim të Ramazanit, kur Allahu azza wa jall në fillim e obligoi agjerimin e muajit bekuar të Ramazanit. Dhe Omeri i thot, nuk ke flet, çu dhe bën marrëdhënie me gruan e vet. E të nesërmën sabah shkon Omeri radhiyallahu anhu dhe ja tregon tregimin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thotë ja Resulullah, pro më ndodhi të shtëpia kështu e kështu. Ja tregon, kanë qenë sinqert sahabët me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe edhe ndodhit edhe shqetësimet intime që i kanë pas janë konsultuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është moment në cilën Omeri radhiyallahu anhu në shikim të parë e prishi atë rregullorën që ishte që deri në namaz të jacis me pas marrëdhënie intime. Omeri radhiyallahu anhu erdh mas namazit të jacis, a gruaja vet kishte rënë me rregullorët që ishin ato, nëse ka rënë me flet, s'ki drejt me bë marrëdhënie intime. Dhe Omeri radhiyallahu anhu i thot aso hel nimti, ai thot jo, nuk kam flet. Thot jo, çu s'ki flet. Ajo faktikisht u bëjke që ka flet gruaja vet. I thot Omeri radhiyallahu anhu, çu thot s'ki flet. O thot ajo kumra, ata flet, thot jo, s'ki flet. Dhe ja tregon tregimin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu azza wa jall të nesërmën e shpall ajetin kuranor, uhilla lakum lejlet e sijami rrëfethu ila nisaikum, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Subhanallah. Allahu azza wa jall thot, juve ju bo halal. Andaj ajeti kuranor është uhilla lakum, se kam pas haram me bë marrëdhënie intime. Edhe pse komentatorët thonë se gruaja vetë sokon të flet, po ka pritu. Dhe këtu ka meselë tjetër që kur gruaja priton, nuk prishkun që buri me marrë me të mirë gruan e vet, nëse vëren se ka nevojë për një gjë të tillë, që mi thonën, hajde se të flet, e merr me të mirë që ta çon prej gjumit apo ta bind në kërkesën e vet. Dhe kjo është një gjë e natyrshme dhe normale dhe Islami e trajton si çështje dhe e përmend si ndodhi.
Dhe Allahu azza wa jalla thot, juve ju bo halal që në muajin e Ramazanit, gjatë agjërimit, gjatë mbrëmjes së Ramazanit, me pas marrëdhënie, kontakt intim me bashortet e juaja, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, ato janë mbulesë për juve, ata va mbulojnë namazin juve, varujnë namazin juve, ju jeni mbulesë për ata, ju atyre u haruani dhe u ambroni namazin dhe nderin. Inshallah do të vazhdojmë nesër me ajete tjera, ka edhe disa ajete që janë shkak dhe sebeb ndërhyrjet e Omerit radiallahu anhu, që Allah azza wa jalla të ishpall. Zoti ju shpërblet dhe ju nderoft. E kullu ma tesmaun, walhamdulillahi rabbil alamin.